Partia Socialiste ka dorëzuar kërkesën për përjashtimin e 29 deputetëve demokrat nga aktiviteti parlamentar pas seancës plenare ku u regjistruan përplasje fizike dhe përdorimi i mjeteve piroteknike. Kërkesa është firmosur nga 34 ligjvënës të majt dhe është dërguar sekretarit të etikës, i cili pritet të vendosë për masa disiplinore. Konkretisht kërkohet përjashtim për 60 ditë për deputetët Belind Klliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Ledion Agolli dhe Denis Vata me argumentin se kanë futur dhe përdorur lëndë ose mjete piroteknike brenda sallës së seancës plenare. E njëjta masë kërkohet edhe për deputetët Kleviz Balliu dhe Flamur Noka, të cilëve kryeparlamentari Niko Peleshi i kishte njoftuar për përjashtimin. Në shkresën e drejtuar sekretariati i etikës theksohet se Noka dhe Balliu kanë dëmtuar pajisjet e kuvendit dhe kanë hequr funksionalitetin e tyre. Këta deputet, së bashku me të tjerë të pa identifikuar, kanë goditur punojësit e Gardës së Republikës dhe i takon prokurorisë të vendosë nëse janë goditje për shkak të detyrës për fillimin e ndjekjes penale ndaj 2 personave të dyshuar, theksohet në kërkesën e deputetëve socialist. Për deputetin Elda Hoti, Partia Socialiste kërkoi përjashtimin 30 ditë nga aktiviteti i kuvendit, pasi ka dëmtuar pajisje parlamentare, duke shkullur mikrofonat dhe goditur punojësit e Gardës. Gjithashtu Gazmet Bardhi dhe Sali Berisha propozojnë të përjashtohen për 30 ditë me arsyetimin se kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës dhe kanë shkelur kodin e sjelljes me gjuhën e përdorur. Për 10 ditë përjashtim propozojnë deputetët Xhaferi, Xhelal Mziu, Bledion Albati, Luciano Bocci dhe Sajmir Korreshi, Edi Paloka, Ina Zhupa, Klodian Çapja, Oerd Bylikbashi, Eno Bozdo, Tomor Alizoti, Ivi Kaso, Gent Strazimiri, Luan Baçi, Bledi Himçi, Greta Bardeli, Manjola Luku, Flamur Hoxha dhe Kliti Hoti, të cilët kanë penguar zhvillimin normal të seancës parlamentare.